protestën para Bashkisë Tiranë, e cila në fakt kishte ndodhur dhe unë e demontova herën e parë me reagimin tim publik, se ishte një vet asgjësim logjik i atyre që kishin ngritur edhe akuzën e parë, duket që është e njëjta dorë, që është sigurisht Erion Veliaj nga qelia e Durrësit, apo janë shokët e Erion Veliajt nga qelia e Fierit, apo është motra e Erion Veliajt që pritet shumë shpejt Belinda Balluku ti bashkohet në qeli e Erionit, apo është babai të dyve, mentori të dyve, Edi Rama, edhe i Veliajt, edhe i Belës që i ka këto gjëra. Pra edhe i Lalit, edhe i Belës ka një mentor, Edi Ramën, që sot është në hall, po ai është në hall për një arsye tjetër. Për shkak të kësaj vizitës në Amerikë që do kemi kohë që të ndalemi pak, dhe për shkak të një dy gjërave që janë thënë në Amerikë dhe në këtë rezolutën që unë kam marrë me vete. Se Shqipëria sot zyrtarisht paraqitet një narkoshtet, një regjim narko-autoritar nga Partia Republikane Amerikane dhe nga organizata më e madhe e qendrës djathtë në botë, që është IDU-ja. Këtu është halli i vërtet që ta kuptojmë. Por e gjithë kjo tentativë e 2020-s, që s'ka asnjë lidhje, as komunikim për as edhe një detaj në raport, qoftë me protesta, qoftë me organizimet zero. Janë vetëm 2 fjali të dala. Unë nuk e di. S'ka asnjë gjë dhe është absurde dhe është një goditje. Do të gjithë komunikimin fakt. Unë do të ftoja për hir të transparencës, çdo që disponon apo që mendon se ka komunikime, apo që gjen qoftë një presje timen me Evis Berberin, a me këdo zyrtar të shteti që më implikon mua në një çështje politike, ta nxjerrin, ta bëjmë publike. Por këto metoda për të krijuar spin-offe, për të hequr vëmendjen nga skandali i radhës. Në fakt është zgjedhur bashkë në një kohë shumë të vështirë, në pikën më të ulët të qeverisë Rama. Për të hequr vëmendjen nga debati i Rama Balluku, nga vjedhja e 50 milionë eurove ke tuneli Llogaras, sigurisht nxjerrin zbuluar ata që janë sot në hall të madh, që sigurisht është Erion Veliaj, është Belinda Balluku dhe është Edi Rama. Dhe janë po mediat e tyre. Këtë pa diskutim, këtu është dora e Erion Veliajt, pa diskutim, është dora e Erion Veliajt dhe është media personale e Erion Veliajt. Është media që unë kam nxjerr dokumenta se duhet kuptojnë ti tresin pak kujtesës. Është kjo media të cilës unë kam nxjerr faturat që merrte nga insenatori i Tiranës në sallën e parlamentit kur kam qenë deputet. Është kjo media që është ushqyer dhe që janë proces dhe që e ftoi nesër të vinë gjyq, përballet në gjyq, po, kam gjyqin atë. Më ka hedhur mua Carlo Bolino në gjyq për shkak të akuzave që kemi bërë që janë fakte të denoncimit të ngritjes kësaj media në një truall që është fagur. Denoncim zyrtar. Po patjetër. Pra ke shkuar përpara drejtësisë. Ka kallëzim, po patjetër ka kallëzim me shkrim të regjistruar nga Spaku, të regjistruar në regjistrin e veprave penale, por pa autor, por të regjistruar, dhe është kallëzim i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kjo që ju them unë, dhe kallëzimi i sekretarit përgjithshëm PD-s. Pra unë e kam bërë detyrën si qytetar. Megjithatë, një mesazh të qartë e kam. Nëse mendon Carlo apo Erion Veliaj, apo Belinda Balluku, apo tutorit të dyve, Edi Rama, se mund të më shantazhojnë mua me këto fake news-e dhe ta ndajnë mendjen për fake news-et, kur organizoja unë protesta me porosit tyre në 2024-ën, në 2023-ën, 2022-ën, apo tani na dolin 2020-ën, këta e kanë të kot, mua më kanë përballë. Unë po përgatis një kallëzim të ri, këtë radhë të drejtuar drejt për drejt tek Edi Rama. Për të gjitha vjedhjet dhe abuzimet, këtë radhë do të ndalohemi çik edhe ke pronat publike të këtij vendi. Por e gjithë betejë ime, kallëzimi i ri që në momentin që do ta depozitoj, do vi këtu dhe do ja u paraqes edhe juve. Por nëse mendojnë që dhe këto zëra që dalin me fakte, me prova, me dokumenta dhe i faktojnë 4 sipërisht qytetarëve vjedhjen që i ndodh për ditë taksave tyre, do mundohen t'i shantazhojnë me këto forma, përkundrazi më motivojnë. Nga nesër unë do të kem kallëzimet e reja, do të kem provat e reja dhe faktet e reja për hajdutërinë e Edi Ramës, për hajdutërinë e Belinda Ballukut dhe për hajdutërinë e zyrtarëve tjerë të lidhur ngushësisht me Edi Ramën në raport me pronat dhe paratë e qytetarëve shqiptar. Unë këtë detyrë kam, këtë zanat kam zgjedhur të bëj në jetën time, e marr parasysh që këto sulme tilla do të vinë, por nuk më stepen as pak. Pastaj, mendjet e tyre të smura, që mund të prodhojnë spin-offe të tilla, fake news të tilla, që mundet të hedhin balt në mënyrë të përditshme ndaj kujdo që ngre zërin, unë i kam marrë parasysh këto, pushka top, mua vetëm që mund të thonë kemi të tjera mesazhe që do të publikojmë. Uroj të nxjerrin të gjitha çfarë kanë, të gjitha. E mira është të dalit çdo mesazh i imi, çdo komunikimi imi, sepse transparenca vetëm i shërben këtij procesi. Por nga ana tjetër, sigurisht mjafton të shihni se kush janë mediat që i japin zë
këtyre lajmeve, kush janë mediat që i publikojnë këto lajme. Në fakt, dhe mjafton shihni dhe logjikën. Si erdhi kjo punë ka shumë rëndësi. Edhe logjikën e këtyre që përdorin, shpeshherë se janë dhe të dobët në mënyrën se i bëjnë. Janë shumë të dobët. Dobësia duket edhe në një vend Basir, edhe me këtë se dua ta zgjeroj edhe pak. Pra, logjika që thuhet, jo vetëm në rastin e Belindit, ka një logjikë të përgjithshme sepse